Se ka thoni, unë nuk besoj që nuk ishte transferuar në Barcelonë se shku Kosova në kampionat botëror, pse tash ka mundësi. Do në këtë bota i ka syta, do këtë menaxherat i kanë sytë ata lojtar. E na kena alo lojtar që lunë Ligë Polonis, lunë në Ukrainë, e në liga do që kanë shumë pak ndikim në Evropë. Më nësh mi thoni menaxheri që Dion Gallapini ndoshta lojtari më i mirë atë kundër Turqisë, jo vetëm na ndeshje, po shumë ndeshje. Ai luan në Poloni e shpesh herë është rezervë. Kur ka shkëlqim me Kosovën, ai ka qenë rezervë, ligje vëllaj atë fillin e ekipit. Jo, shumë. Para mendoj. Shumë i mirë. Don lojtari më i mirë i juani, ne luan ndoshta në ekipin më të dobët në Evropë. Për këtyre lojtarëve të tjerë kam fjalën. Ko. Llogaritë të çfartar me kohë lojtar me 20 vjet apo 21 ai kodash. Po, besoj që si vjet e bën hobi tjetër. Po. Edhe Delova është skandal ku lunë Bullgari. Edhe Delova veç si me lunë Bullgari bashkë. Unë duket edhe Delova në qershor. Ai është 80 kampionate të lëviz. Nuk rrin më Bullgari. Tash ti tifoz të Realit e thon jo bro. Se zulumi prej lejtarëve tonë si i fundit jo, para fundit se Delova e ka edhe pasimet mira, edhe këcimin, edhe ajo është komplet një lojtar, po ndashta emergency punë me lujt aty te Kush ka besu trener që mbon kën rezervë, na kena me pos lojtar me emër si Zhegrova, Rashica, Valën Berisha. Florent Hadergju, na që ka lujt për Zvicrën, e kush ka me pos këtë lojtar tjerë.